Mirdita të dashur miq të njohur dhe të panjohur. Nuk bëhet fjalë për orën letrare, po bëhet fjalë për një orë të veçantë, që ka të bëjë me leximet e mia në kohën e adoleshencës dhe të rinisë. Nuk e di se pse më ngjall kjo nostalgji e asaj kohe, po mbase nga gërmimet që bëj në arshivën e vjetër të bibliotekës sime, ku, siç ju kam thënë, me shumë librave letrar, filozofike e tjera, kam gjetur libra të ndryshëm, të botuar në atë kohë në Shqipëri. Mes tyre është edhe ky libër gjigant, shikoj çfarë kopertine, dhe është ruajtur në gjendje të mirë pavarësisht nga vendodhja ku ishte aty e strukur mes dhjetra librave të tjerë. Ky libër titullohet Kujtime nga jeta e Marksit dhe Engelsit. Është interesante të njohësh biografinë e këtyre kokave të filozofisë, të ekonomisë, të mbi 1-2 shekujve të shkuar. E çuditshme është koha në të cilën kam bler këtë libër, viti 26 mars 1975. Afër 18 vjeçar. E siç ju kam thënë, gjithmonë këto libra të still filozofik, me kujtime, ekonomik, kapitali, etj. Janë me nënvizime, me shënime. Çfarë mendje pas kam patur që i nënvizonja që në atë kohë? Çfarë mendonja se do bëhesha? Ama më ndihmuan shumë për formimin tim ideor, filozofik, psikologjik. Dhe pak i rrezikshëm për atë kohë. Pse e them? Sepse bëheshe një ballafaqim i brendshëm midis realitetit në Shqipëri dhe teorisë e cila predikohej në Shqipëri. Ky ballafaqim nuk i nxirrte identik dy realitetet, realitetin e shkruar dhe atë real që jetonim. Megjithatë unë lexoja dhe fluturoja në idealizmin tim. Marksi, Engelsi, dy të preferuarit. Në fushën e filozofisë, të cilët i kam lexuar në gjithë botimet e tyre në gjuhën shqipe. Shumë vështirë. Po me kalimin e kohës gjithmonë i rilexoja derisa arrinja në përvetësimin e teorisë së tyre. Këtu dua t'ju lexoj diçka nga zbulimi i dytë i rëndësishëm i Marksit. Po e lexoj siç është e shkruar nga Engelsi. Shkruar nga Engelsi, thot, në qershor 1877. Botuar në kalendari popullor që doli në Braunschweig më 1878. Zbulimi i dytë i rëndësishëm i Marksit është shpjegimi përfundimtar i raportit midis kapitalit dhe punës. Me fjalë të tjera, zbulimi i faktit se si bëhet brenda shoqërisë së sotme në kushet e mënyrës ekzistuese kapitaliste të prodhimit, shfrytëzimi i punëtorit nga kapitalisti.
që nga koha kur ekonomia politike ngriti tezën se puna është burimi i çdo pasurie dhe i çdo vlere, lindi në mënyrë të pashmangshme pyetja: si mund të pajtohet kjo me faktin që punëtori me mëditje merr jo gjithë sasinë e vlerës së prodhuar me punën e tij, por duhet që një pjesë e saj t'ia dorëzoj kapitalistit? Më kotë munduan ekonomistët dhe socialistët borgjezë të jepnin një përgjigje me baza shkencore kësaj pyetjeje, derisa më në fund doli Marksi me zgjidhjen e tij. Kjo zgjidhje përmbledhet në Savion. Mënyra kapitaliste e prodhimit që ekziston sot presupozon ekzistencën e dy klasave shoqërore. Nga njëra anë të kapitalistëve që zotërojnë mjetet e prodhimit dhe mjetet e jetesës, dhe nga ana tjetër të proletarëve të zhveshur si nga të parat, ashtu dhe nga të dytat, dhe që nuk zotërojnë asgjë përveç një malli për shitje, fuqisë punëtore të tyre. Mirë po ata janë të detyruar ta shesin fuqinë e tyre punëtore për të marrë mjetet e nevojshme të jetesës. Po vazhdoj më poshtë. Ta zëmë se për prodhimin e mjeteve të jetesës së punëtorit, për një ditë nevojiten 6 orë punë. Ose, që është e njëjta gjë, puna e mishëruar në to përfaqëson sasinë e 6 orëve punë. Në një rast të tillë, vlera e fuqisë punëtore gjatë një dite do të shprehet në një shumë parash që përfaqësojnë gjithashtu në vetvete 6 orë punë. Dëgjoni me vëmendje. Ta zëmë pastaj se kapitalisti që i jep punë punëtorit, ja paguan atij në këtë shumë, do me thënë vlerën e plotë të fuqisë së tij punëtore. Ai sa punoj, shpërblet. Pra në qoftë se punëtori do të punonte për kapitalistin nga 6 orë në ditë, ai do t'ia kthente plotësisht kapitalistit shpenzimet e bëra. Do me thënë 6 orë punë për 6 orë punë. Në këtë rast, sigurisht, kapitalistit nuk do t'i mbetej asgjë. Prandaj ky i fundit e sheh çështjen krejt ndryshe. Unë, thot ai, e kam blerë fuqinë e këtij punëtori jo për 6 orë punë, por për tërë ditën. Prandaj ai e detyron punëtorin të punojë sipas rrethanave, nga 8, 10, 12, 14 orë. Dhe vazhdon ky avas edhe sot. Mos themi, ka dhe vende ku mund të punohet me 6 orë, ama ka dhe vende ku punohet e 12, 13 dhe 14 orë. Apo dhe më shumë, kështu që produkti i orës së 7, të 8 dhe të orëve vazhduese është produkti i punës së papaguar dhe futet drejt për së drejti ku? Në xhepin e kapitalistit. Në këtë mënyrë, duke qenë në punë te kapitalisti, punëtori jo vetëm që riprodhon vlerën e fuqisë punëtore që i paguhet nga kapitalisti, por përveç kësaj prodhon edhe mbi vlerë, e cila në fillim përveçsohet nga kapitalisti, kurse më vonë në bazë të ligjeve ekonomike të caktuara shpërndahet në për të gjithë klasën e kapitalistëve dhe formon atë burim nga i cili lind renta e tokës, fitimi, akumulimi i kapitalit, me pak fjalë, të gjitha ato pasuri që konsumohen ose akumulohen nga klasat jo punonjëse. U provua kështu se pasurimi i kapitalistëve të sotëm bëhet sikurse bëhej edhe pasurimi i sklavëpronarëve apo i feudalëve, që shfrytëzonin punën e bujkrobërve nëpërmjet përveçsimit të punës së papaguar të tjerëve, dhe se të gjitha këto forma shfrytëzimi dallohen prej njëra tjetrës vetëm nga mënyra me të cilën përveçsohet kjo punë e papaguar. Por klasave pasanike ju hoq kështu baza e fundit që u mbetej për frazat hipokrite, sipas të cilave në rendin shoqëror të sotëm sundojnë gjoja e drejta dhe drejtësia, barazia e të drejtave dhe detyrave, dhe harmonia e përgjithshme e interesave. Dhe shoqëria e sotme borgjeze u demaskua në një shkallë jo më të vogël se shoqëritë e mëparshme,
u demaskua si një institucion shumë i madh për shfrytëzimin e shumicës dërmuese të popullit, nga një pakicë fare vogël që paksohet gjithnjë më tepër. Paksohet, por i shtohet më shumë pasuria. E vërtet aktuale, e çuditshme, e thënë 1877. Mbi këto dy baza të rëndësishme mbështete socializmi shkencor modern. Në vëllimin e dytë të kapitalit, thot Engelsi, do të zhvillohen më tej këto zbulime dhe zbulime të tjera jo më pak të rëndësishme në fushën e studimit të sistemit shoqëror kapitalist, dhe krahas me këtë do të besojnë një ndryshim rrënjësor edhe ato anët e ekonomisë politike të cilat nuk janë prekur akoma në vëllimin e parë. Le të urojmë pra që Marksi, thot Engelsi, të ketë mundësi ta dorëzoj këtë vëllim në shtyp brenda një kohe të shkurtër. E realizoj e mendimin e Engelsit dhe atë pjesë që nuk e përfundoj, e vazhdoi Engelsi sikur të ishte mendja e Marksit. E tjera. Jo më kote studiojnë Marksin edhe Engelsin, po Marksin, edhe në vendet ku ai janë atemon. Faleminderit për vëmendjen, herë tjetër të tjera gjëra interesante. Miru pafshim, gjithë të mirat ju uroj.